Shqipëria është partner e rëndësishme me të cilën ndajmë vlera dhe parime të përbashkëta. Ne jemi të kënaqur që negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme. Japonia, në kuadër të nismës së bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor të propozuar nga ish-kryeministri, do të vijojë të mbështesë fuqimisht antarësimin e Shqipërisë në BE. I shpreh respekt Shqipërisë për kontributin aktiv që jep në stabilitetin rajonal në Ballkanin Perëndimor, një rajon me histori komplekse. Gjithashtu, do doja t'ju falenderoja nga zemra për mbështetjen e Shqipërisë ndaj vizionit për një Indo-paqësor të lirë dhe të hapur. Këtë muaj, në përvjetorin e 10 të shpalljes së këtij vizioni, ne prezantuam vizionin e përditësuar për një Indo-paqësor të lirë dhe të hapur. Ky vizion zhvillon më tej qasjen e mëparshme, duke vendosur autonominë dhe qëndrueshmërinë si dy elementë thelbësor, me synimin që i gjithë rajoni të bëhet së bashku më i fortë dhe më i begat. Në një kohë kur siguria e Evropës, Atlantikut dhe Indo-paqësorit po bëhet gjithnjë e më ndërlidhur, dëshirojmë ta thellojmë edhe më tej bashkëpunimin me Shqipërinë. Faleminderit.